Po fillojmë takimin. Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, vazhdojmë takimin ku konstatoj se prezent janë të gjithë anëtarët e Këshillit. Andaj kalojmë tek pika e 4 e rendit të ditës, ku ftojmë prokuroren Elza Bajrami Kastrati që të bëjë betimin para anëtarëve të Këshillit. E nderuar, do fillojmë procedurën e betimit. Teksti është ky, unë do ta lexoj tekstin, ju në fund sigurisht që dini do të thoni betohem. Betimi. Solemnisht deklaroj dhe betohem se do t'i kryej funksionet në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe profesionale me qëllim që të zbatoj kushtetutën, ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe të gjitha burimet e tjera ligjore në Republikën e Kosovës. Betohem. Faleminderit shumë. Nga tani e tutje nga tani e tutje ju jeni anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës me të drejta dhe përgjegjësi të plota. Vazhdojmë takimin. Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, kalojmë tek pika e 5 të rendit të ditës, e që është rregullore për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Andaj ftojmë kryetarin e Komisionit për Çështje Normative, zoti Arjan Goshi, që të prezantojë këtë rregullore. Falënderit i nderuari ushtrues të tyre Prokurorit të Shtetit, një herë edhe kryesuesi i këtij takimi, të nderuar të pranishëm, të nderuar media, fillimisht ju uroj mirëseardhje në këtë këshill anëtare së re të Këshillit Prokurorial të Kosovës, zonjës Elza Bajrami, i dëshiroj sukses dhe bashkëpunim në këtë këshill. Sa i përket kësaj pike të rendit të ditës, për cilën u dakorduam dhe u pajtuam paraprakisht, pra sa i përket draft rregullores për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të KPK-s, hyrja në fuqi dhe plotësim ndryshimit të ligjit të ri pra për KPK-n ka sjell mjaft ndryshime, dhe atë jo vetëm në reduktimin e numrit të anëtarëve të KPK-s, por edhe në strukturën e KPK-s, pastaj edhe në zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit. Komisioni për Çështje Normative, të cilin unë e kryesoj, fillimisht pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ka bërë një analizë gjithëpërfshirëse për të evidentuar se cilat rregullore bien ndesh me vetë ligjin në fjalë dhe si rezultat ka gjetur se krahas rregulloreve tjera, edhe kjo rregullore duhet të ndryshohet. Prandaj Komisioni për Çështje Normative ka mbajtur disa takime ku të pranishëm kanë qenë anëtarët e KPK-s, por edhe partnerët tanë që kanë qenë të ftuar dhe pjesëmarrës. Kjo draft rregullore, sikurse edhe 6 të tjera që janë dorëzuar këtij këshilli për miratim, pas draftimit në grup punues dhe në Komision për Çështje Normative, i është dërguar fillimisht anëtarëve të KPK-s dhe kryeprokurorëve të prokurive për komentim, dhe se në raport me këtë rregullore, ne si Komision për Çështje Normative nuk kemi pranuar asnjë koment. Pas kësaj faze, ashtu siç kërkohet kjo draft rregullore, është vendosur në dëgjim publik, dhe se as pas dëgjimit publik, pas kalimit afatit pra për dëgjim publik, ne si Komision për Çështje Normative nuk kemi pranuar po ashtu asnjë koment. Për çka, edhe me qenë se janë plotësuar kushtet ligjore, kjo rregullore është dërguar për miratim në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Me qenë se njëjta draft rregullore i ka kaluar pra gjitha fazat e nevojshme ligjore, për të njëjtën propozojmë të marrë dhe aprovimin tuaj, sepse është e natyrës urgjente miratimi i saj, dhe duke marrë parasysh që nevoja pra është urgjente për konstruimin e organeve të KPK-s, andaj kërkoj edhe miratimin dhe aprovimin tuaj. Ju falenderoj për vëmendjen. Nderuar, faleminderit për prezantimin e rregullores. A ka dikush që dëshiron të marrë fjalën? Po, Apo fal. Faleminderit. Fillimisht ju uroj mirëseardhje dhe kolegës re, prokurores Elza në këshill, dhe ju uroj sukses edhe punë të mbarë së bashku me ne tjerët. Fillimisht e pata një formë të vërejtjes ndoshta se i përket agjendës që kemi para pa për sot. Si jurist vetëm shprehu dilemen që kemi fund ndoshta edhe çështje tjera që mund të kontestohen rrugës, që veprimet tona është dashur të jenë ndoshta vetëm se i përket shpalljes dhe përgatitjes kushteve për zgjedhjen e kryesuesit, sidoqoftë vlerësojeni ju vetë kryesues. Se për këtë rregullores, unë e kam trajtuar me kohë dhe i kam disa vrejtje dhe disa propozime që mendoj vetëm se e pasurojnë dhe e përmirësojnë dukshëm draftin e rregullores.
Sa I përket fillimisht formës, mendoj që drafti ka qenë më e mirë sikur të ishte hartu në 3 kolona, në 3 gjuhë, si shkruan aktet në ligjore të institucioneve qendrore në Kosovë. Kjo do të përbënte një mundësi praktike më të mirë që kushdo që dëshiron ta shohë rregulloren të qaset në mënyrë të pavarur në njërin nga gjuhët që e kupton dhe që përdoren në Kosovë. Thjesht është për arsye praktike, veçanërisht deri tash në punën që kemi pasur në Këshill, shpeshherë nga përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare na është kërkuar një akt për shembull që nuk ka qenë gjuhën angleze ose mund të jenë njerëz të gjuhës serbe apo të komuniteteve që përdorin këtë gjuhë dhe në këto raste më mirë është që rregullorja të jenë 3 gjuhë dhe të mos ketë nevojë as për përkthim, po secili që dëshiron të qaset në mënyrë të pavarur dhe ta lexojë vetë. Mendoj që asgjë nuk e pengon Këshillin që pasi kjo është vetë rregullorja e parë në këtë përbërje, të bëj përpjekje që draftit në gjuhën shqipe t'i bashkangjiten edhe 2 verzione, pra versioni i gjuhës serbe dhe versioni i gjuhës angleze. Nuk mendoj që merr edhe shumë kohë sepse nuk është shumë voluminoze dhe do të ishte më e mirë. Nga faktet e cekura propozoj që ky draft bartë në formatin e draftimit 3 kolona, pjesën nga vjen edhe visare din edhe më mirë, që pjesa e hartimit legjislacionit e ndjek këtë praktik dikon që nga viti 2011. Sa I përket përmbajtjes, mendoj që ka mundësi të përmirësohet dhe të ngritet niveli I draftit rregullores, fillimisht të hyrja apo të baza ligjore tek preambula, pas fjalës ku thot paragrafin 1.31 duhet të jetë fjala të e jo I siç është shkruar, nëse mundeni me përcjell direkt. Tutje tek neni 3 ku janë parapar për kufizimet, mendoj që mungojnë edhe disa shprehje apo nocione që nuk janë fut e që realisht përdoren në vend rregullore, se që është e domosdoshme ndoshta të futen. Nëse e shihni në tërësi tekstin rregullores askund nuk përmendet në tjetër vend shkurtesa, po supozojmë SKPK, sekretariati, përveç në paragrafin 3, e si rregull shkurtesat përdoren vetëm nëse ajo fjala apo ajo shprehje përdoret 2 më shumë herë, pra për arsye praktike. Në këtë pjesë mendoj se mund të shtohen edhe shkurtesa tjera si kryesuesi, zëvendës kryesuesi, nominimi, kandidimi, thirrja publike e tjerë, dhe gjendet një formulim se çka nënkuptojnë këto shprehje. Arsyeja e kësaj është se disa nga këto terme hasen, që e thash në tekst rregullores, dhe janë të lidhura pa shkëputshëm me procesin e zgjedhjes së krerëve të Këshillit Prokurorial. Tutje tek neni 6, paragrafi 2, parashihet një dispozitë që thot pas përfundimit mandatit kryesuesit deri në zgjedhjen e kryesuesit takimet I kryeson zëvendës kryesuesi në rastet kur është apo kryeprokurori I shtetit si antar ex officio, nëse edhe zëvendës kryesuesit I ka përfunduar mandatin në mungesë të kryeprokurorit apo nëse njëjti nuk e thret takimin, atëherë pas kërkesës 3 antarëve të Këshillit takimi ftohet dhe udhëhiqet nga antari I Këshillit më I vjetër. Mendoj që edhe kjo duhet të rregullohet me pjesën është një nen I veçantë atje tek neni 15 nëse nuk gaboj, dhe të ndryshohet sa I përket numrit kësaj, edhe pse nuk po tingëllon fillimisht mirë, sepse atmosfera të tilla nuk duhet vinë asnjëherë dhe nuk duhet gjejnë vend në punën e Këshillit. Tek neni 7, mendoj që prania e mediave, ku thot gjatë procesit votimit, është më mirë publiciteti I procesit votimit, dhe pasi flet të pjesa e prania e mediave, mendoj që duhet shtohet edhe shpreha përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe personave tjerë të interesuar gjatë procesit votimit lejohet, si e ka edhe Këshilli Gjyqësor, vetëm e zgjeron gamën e personave dhe institucioneve që janë të interesuar ta monitorojnë dhe ta përcjellin zgjedhjen e krerëve të institucioneve dhe e jetësojnë parimin e publicitetit. Tek neni 9 tek dispozitat kalimtare duhet rregullohet çështja e shumicës. Tani më është e qartë se edhe në këtë përbërje edhe në përbërjen në plot kur do të jemi shumica e kuorumit të Këshillit, barim vendimarrja do të jetë me 4 vota të vlefshme, jo me 3 që është në 2 vende që ceket në këtë rregullore. Këto janë domethënë pika të përgjithshme ato propozimet apo vërejtjet
e mia që i kom pa të arsyeshme që t'i adresoj sa i përket kësaj rregullore. Faleminderit. I nderuar, faleminderit shumë. Arjan, Me qenë se jam kryetari i komisionit, tash më duhet t'jap përgjigje besoj në shumicën për këtyre çështjeve që i ngriti kolegu Milat. Po fillojmë nga fillimi. Nga to mundova me marr Milat nëse më ka ikë diçka, ma kujto sepse mundova me marr të shënim për krejt, sepse ideja është që të çojmë tutje një rregullore sa më të mirë, e cila do të shërbej për një kohë në këtë këshill. E para, te sugjerimi i parë që dha sa i përket 3 gjuhëve, po mendoj që e pat me të drejtë. Mirë, po kjo është një praktikë që nuk kom gjetë këtu në këtë këshill, domethënë këtu janë bo drafte në të kaluamën, edhe unë si praktikë të tillë nuk e kam ndryshuar, vetëm kam shku do të thotë në këtë mënyrë, sepse e di që paraprakisht ato duhet të diskutohen në këshill, sepse nga vetë fakti që tani më po bëhet propozimi për plotësim këtu drejt për së drejtë edhe ekziston kjo mundësi, del që këto rregullore mund të ndryshojnë. Kjo është arsyeja pse nuk i dërgojmë paraprakisht në përkthim as në gjuhën serbe as në gjuhën angleze. Pra si tilla duhet të finalizohen në këtë këshill për të dërguar pastaj për përkthim. Këtu mund të na ndihmojë edhe drejtori në këtë aspekt, nëse është kështu drejtor. Pra, domosht një praktikë që kom gjetë dhe vetëm kam vazhduar në këtë mënyrë. Po nuk e kish penguar asgjë dhe kish më qenë shumë më mirë që të jenë këto në 3 gjuhë, domethënë në momentin tash nuk kemi përfaqësues nga komunitete të tjera, po sikur të kishim, natyrisht që do duhej patjetër që të jetë përkthyer edhe në gjuhën serbe nëse do ta kishim pas për shembull një përfaqësues nga një komunitet. Po ashtu çështje tjera. Duhet theksoj një fakt që kjo rregullore, sikur që thash tek prezantimi në fillim, krahas do të thotë të tjerëve që është dërguar dhe anëtarëve të Këshillit Prokurorial, ndoshta kishte qenë mirë që gjitha këto sugjerime atëherë do të thotë me na pas dërguar me kohë dhe besoj që i kishmi përfshi në këtë draftin final që kemi sjell këtu, sepse kjo rregullore është dërguar dhe juve krahas anëtarëve të tjerë dhe sikur që e thash në fillim, pra kam pranuar 0 komente nga gjithë, nga askush s'kam pranuar asnjë koment. Po besoj që në shumicën prej tyre, sidomos këto që ishin çështje teknike, besoj që pajtohem. Për shkak se nuk e prekin në substancë. Teknini 6, paragrafi 2, arsyeja pse është kështu, për shkak se kjo është më tepër një normë me karakterin deblokues. Ju shumë mirë thatë, uroj që të mos kemi situata të tilla në të ardhmen, po na jemi pak gjithmonë nuk mundemi me paragjyku çfarë situata mund me ardhë në të ardhmen. E mirë është gjithmonë me pas norma deblokuese që kur hasim në situata të tilla, të kemi një zgjidhje, të kemi një dalje nga ai ngërç ku mund të futemi. Tek mediat, pajtohem plotësisht që domethënë sa më shumë të jenë të përfshijnë në procesin e monitorimit gjithë këtij procesi, do të ishte mirë, na edhe vetë procesin e zgjedhjes anëtarës së re keni po, është diçka që kemi bërë edhe live, domethënë drejt për së drejti në media, prandaj jam gjithmonë që sa më shumë të ketë transparencë në këtë aspekt, sepse vetëm sa do ta plotëson më mirë të gjithë këtë proces. Për çështje tjera nuk di, për momentin nuk kam diçka, nuk e di nëse kanë anëtar të tjerë. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë urime anëtarës së re për pozitën, inshallah ju shkon mirë. Pajtuana me Milotin sa i përket pjesës së përkthimit është në rregull nga ana ime. Vetëm të jap sqarime sepse s'kam qenë anëtori i komisionit, kam marrë pjesë në gjitha takimet e komisionit. Sa i përket kësaj çështjes së 3 anëtarëve me thirr takimin, bazë ka qenë rregullori aktuale e Këshillit. Në atë kohë, nëse s'gaboj kurumi ka qenë me 9, edhe takimin ka mujt me thirr 5 anëtarë të Këshillit në atë kohë prej 13 që ka pas. Tash kjo është kompatibil me përbërjen e Këshillit. Dhe veç duhet me pas parasysh që këtu nuk po flasim për kurum. Kurumin e rregullon ligji. Është niveli i kurumit. Kjo çështja ka të bëjë vetëm me kërkesën për me thirr takimin që është pothuajse e njëjta me rregulloren që aktualisht është në fuqi, kurse për pjesë tjera pajtuam që të përfshihen në kone për problemi. Po, vetëm teknikisht edhe në nenin 10 ka mbet një fjalë dyfishuar miratimit që duhet fshihet një anë, se shku 2 herë. Ju faleminderit. A ka dikush tjetër që dëshiron me marrë fjalën? Atëherë, pas gjitha diskutimeve lidhur me plotësim ndryshimin e kësaj rregullore, jap në votim rregulloren me këto plotësim ndryshime. Kush është për?
Kush është kundër? Dhe a ka abstenim? Nuk ka. Atëherë, me 6 vota. Me 6 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenuese, miratohet rregulloria për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, e cila rregullore hyn në fuqi nga dita e sotme. Nderuar anëtarë të Këshillit, tani kalojmë në pikën e 6 të rendit të ditës, e që është thirrja publike për paraqitje të nominimeve për pozitën e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, andaj konform nenit 5 të rregullorës se sapo miratuar, shpall thirrjen publike për pozitën e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Secili kandidat ka të drejtë që të paraqesë nominimin zyrtar brenda 3 ditë pune, duke filluar nga dita e hënë data 9 mars 2026, të cilat duhet të dërgohen në emailin e drejtorit përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, duke precizuar pozitën për të cilën kandidon. Obligohet drejtori i përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës që brenda 48 orëve nga pranimi i nominimit të dërgojë tek secili kandidat konfirmimin e pranimit të nominimit. A ka dikush që dëshiron me marrë fjalën lidhur me këtë pikë të rendit ditës? Nuk ka. Atëherë japim në votim këtë pikë të rendit ditës, domethënë shpalljen e thirrjes publike. Për kush është për? Kush është kundër? A ka ndonjë abstenim? Me 6 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, miratohet pika 6 e rendit të ditës. Atëherë, me që kemi përfundu këtë pikë të rendit ditës, kalojmë te pika e 7 e rendit të ditës. Tek pika e 7 e rendit të ditës, ju njoftoj se kemi pranuar përmes emailit zyrtar kërkesën nga anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e prokurorëve të Prokurisë Speciale, prokurori zoti Milot Krasniqi, për pezullimin e detyrës së prokurorit të shtetit, ashtu siç parashit në nenin 10 paragrafi 3 të ndryshim plotësimit të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. A ka dikush lidhur me këtë çështje me diskutu? Kryesues, nëse mundem, desha ta them këtë që po sa e cekë ti, po me qenë se flitet për çështje personale, temën kërkoj që të mos përfshihem as në vendimarrje, edhe pse është çështje ex lege, cilën e ka përcaktuar ligji. Po me qenë se ka quorum, edhe besoj që është e mjaftueshme. Faleminderit të nderuar shumë. Po besoj që është e kuptueshme edhe çfarë. Unë Me qenë se po tash veç do të thotë për hir të opinionit, plotësim ndryshimi i ligjit të ri për Këshillin Prokurorial të Kosovës parashën një obligim të tillë, sepse në të kaluamën, me qenë se unë kam qenë do të thotë antar edhe në të kaluamën edhe tani me këtë ndryshimet që janë bënë në ligj, është leju mundësia që të jesh njëkohësisht edhe prokuror edhe antar i Këshillit Prokurorial pa marrë parasysh nga cili niveli prokurorive ke ardhur, po tani me këto plotësim ndryshime mo kjo nuk lejohet, që i bie që secili antar pra që shërben në këtë këshill është me orar të plot dhe se duhet automatikisht ta pezulloj edhe funksionin e prokurorit të shtetit prej nga vije. Prandaj kjo është çështje ligjore tani më dhe si e tillë vetëm që duhet të miratohet dhe të shkohet tutje, sepse arsyeja pse është më tepër kjo është më tepër çështje administrative që i duhet administratës në kuptimin e pezullimit, çështje të pagës e çështje tjera që duhet një vendim formal pra që nxirret nga ky këshill për të dërguar tutje në administratë dhe në financa për të proceduar. Prandaj është çështje formale dhe nuk besoj që duhet të ketë diskutim as në rastin e kolegut Milot, as në rastin e kolegës tani që ka ardhur Elc. Faleminderit. Faleminderit të nderuar për sqarimin. Atëherë jap në votim kërkesën e anëtarit Milot Krasniqi për pezullimin e kush është për, kush është kundër, nuk ka kundër, kush abstenon, nuk ka. Normal që konstatojmë që me që po si me trajtu si abstenim. Okej. Atëherë me 5 vota për,
asnjë kundër dhe një abstenim, aprovohet kërkesa e anëtarit Milot Krasniqi dhe njëjti sipas legjislacionit në fuqi nuk e humb statusin e prokurorit dhe pas përfundimit të mandatit të anëtarit të Këshillit kthehet në prokurorinë ku ka shërbyer si prokuror në prokurorinë speciale. Nderuar anëtar të Këshillit, me përfunduam dhe pikën e 7, tani kalojmë tek pika e 8. Tek pika 8 e rendit të ditës kemi pezullimin e detyrës së prokurorit të anëtarës nga radhët e prokurorit të prokurisë themelore, prokurorës Elza Bajrami Kastrati, ashtu siç parashihet në nenin 10 paragrafin 3 të ndryshim plotësimit të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Besoj që nuk kemi çka me diskutu. Atëherë, i japim për votim. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 1. Me 5 vota për, asnjë kundër dhe 1 abstenim, aprovohet kërkesa e anëtarës Elza Bajrami Kastrati dhe njëjta sipas legjislacionit në fuqi nuk e humb statusin e prokurorës dhe pas përfundimit të mandatit të anëtarës së Këshillit kthehet në prokurorinë ku ka shërbyer si prokuror në prokurorinë themelore në Prishtinë. Kemi pikën të ndryshme. Atëherë, me që përfunduam 8 pika, kemi edhe pikën të ndryshme. A ka dikush lidhur me pikën të ndryshme? Faleminderit për fjalën, nderuar ushtrues të tyre për prokurorin e shtetit, ashtu siç ky këshill do të thotë din dhe ka të autorizuar përfaqësuesin të autorizuar që është në këtë rast drejtori, i cili na përfaqëson edhe në procedura pra gjyqësore. Me qenë se tani më veç kemi një gjykim të gjykatës nga domethënë ajo që diskutuam në pjesën e paraditës në rastin e kolegës tonë, kisha kërkuar me qenë se ky gjykim tani si i tillë ka ardhur edhe sekretarisë dhe si i tillë edhe do të shkohet në tutje në procedura, me qenë se tani më kjo çështje ka marrë epilog sepse kemi të bëjmë do të thotë me një drejt veç të fitume. Unë kisha kërkuar që ndoshta vetë fakti me vendimin tonë që kemi marrë, ndoshta nuk ishte me qenë rregull që të shkojmë në procedurë tutje ta ankimojmë këtë vendim në shkallë të dytë, edhe kisha kërkuar edhe këtu opinion në të kolegëve tjerë që ndoshta ta të kërkojmë nga drejtori që fare të mos parashtrohet ankesë dhe si i tillë të shkojmë tutje sepse tani më domethënë veç ka kriju epilog kjo çështje dhe nuk është në rregull që na tani si këshill dalmi ndoshta jo serioz. Thjesht edhe ju mund të japni mendimin në këtë çështje ngrita dhe kërkova do të thotë që të kërkojmë nga drejtori që të mos apelojë një vendim të tillë për shkututje, sepse është e panevojshme. Faleminderit. Faleminderit i nderuar. Megjithatë, konsideroj që Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës në të gjitha procedurat që kanë pasur për aspekt trajtimin e çështjeve si me padi apo me ndonjë çështje që është lidhur që zhvillohen me procedurat, si themin ka kryer detyrën i bazën e asaj që është e përcaktuar që procedurat vazhdimisht i kanë ndjekur i bazën e procedurës që zhvillohet në gjykatë. Andaj edhe çështjen me parashtru para Këshillit kur në një formë sekretariati gjithherë ka vepruar, dhe është në një formë edhe i obliguar që të veprojnë sipas procedurave ankimore, po dhe procedurave tjera që ndërlidhen. Unë nuk po e shoh që është një temë që parashtrohet para anëtarëve të Këshillit kur drejtori i sekretariatit është kështu dhe sipas praktikës që një deri më tani është vepruar në këtë mënyrë kur sekretariati ka ushtruar ankesë apo nuk ka ushtruar ankesë është çështje që çmoj. Kjo ishte. Ka dikush tjetër? A mundem? Me qenë se u hap kjo çështje se nuk e pata ndërmend diskutoj fare për këtë pikë, por me qenë se interesi i Këshillit ka qenë që të konstituohet dhe ne jemi bindur edhe vendimit gjyqësor, po të gjithë e dim që nuk është vendim përfundimtar sepse e drejta e ankimimit vazhdon. Unë duke u thirrë edhe në praktikën, padoshme paragjyku tutje procesin si do të rrjedh, edhe unë mendoj që sekretariati duhet
formalisht të bëj ankesë dhe të pres vendimin e gjykatës, e nëse ka nevojë edhe të iniciojë edhe mjetet e jashtëzakonshme, por e rëndësishme është që Këshilli do të konstituohet dhe do të vazhdojnë punët në të mirë të sistemit prokurorial dhe prokurorit shtetit në përgjithësi, sepse që një kohë besë jemi blloku dhe shumë procese kanë mbet pezull, disa janë shty e kështu me radhë, kështu që edhe ne jam i mendimit njëjtë që ankesë duhet parashtrohet, pa paragjyku edhe pa kalu në asgjë personale, po thjesht në parimore. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. A ka dikush tjetër? Mos ta bëjmë çështje. Faleminderit shumë. Fillimisht me lejen e ti uroj kolegës detyrën e re punë të mbarë sukseset e përbashkëta. Në mbështetje të asaj që tha kolegu Arjan, prokurori Arjan, qëndroj edhe unë brapa kësaj duke i referuar praktikës së universiteteve, në të cilat tashmë vendimet ku palët i fitojnë shujtat, kolegë nuk i apelojnë tutje për shkak të kostave buxhetore dhe e ndaj të njëjtin mendim me kolegun Arjan, në mënyrë që Këshilli të vazhdoj të mbizotroj parimi kolegialitetit dhe tashmë kemi një të drejtë të fituar, sepse kolegja veç e filloi detyrat e punës, e filloi mandatin e ri, kështu që dhune e ndaj të njëjtin mendim që të mos ushtrohet ankesë fare, sepse edhe nëse ushtrojnë një ankesë të tillë, po e ndjej obligim moral që nështë nuk është edhe korrekt në raport me kolegën të cilin e kemi këtu, me cilin do të bashkëpunojmë për 3 vitet e mbetura mua këtu në Këshill. Prandaj edhe unë mendoj që referua praktikave, kur fitohet një drejt nuk është më nevoja dhe ankesa. Nuk pas asaj që thash fillim, nuk dëshiroj të komentoj më të tjerë. Është një procedurë që vazhdimisht është përcjellur dhe praktikat e këtij Këshilli kanë ndjekur atë praktikë, kështu që nuk e di. Unë mendoj që t'ja lëm tek sekretariati atë praktikë që ka pas të vazhdoj tutje. Kjo është. A ka dikush tjetër me thonë diçka? Nëse nuk keni, atëherë nuk kemi më pika për trajtim. A ka dikush tjetër edhe një herë? Kështu. Unë ju falenderoj shumë, anëtarës të rej i dëshirojmë punë të mbarë, suksese, së bashku me anëtarët tjerë të Këshillit, me kaq e shpallë të mbyllur takimin e sotëm, për takimin e radhës do të njoftoni me ftesë zyrtare.